Përshëndetje nga Vlogmas dita 7 nuk filmova, kështu që kjo është 8. E mbani mend që te video 6 ju thash më mori Klajdi, më tha nuk ndihem mirë, kam grip, po kthej në hoteli, nuk po shkoj të vazhdoj punën. Po pra, 7 Klajdi u kthej në shtëpi me të vjella me temperaturë që nuk I binte. Kështu që çfarë të filmoja edhe unë tani. Besoj më kuptoni, po prisja të bëhet pak më mirë të marr veten. Tani po mbledh krevatin e vet, sepse Klajdi që kur është kthyer, flej në sallon. Sepse nuk e di kur do ikën bakterët. I thashë Klajdit që ka prioritet. Ndrojmë doktoreshën tonë të familjes, marrëm atë burin që është ngjitur me këtë doktoreshën tonë, se ishte shumë bravo, edhe të shkoj të interesoj të bëj vaksinën e virusave. Sepse Klajdi është në kontakt gjatë gjithë kohës me njerëz, nuk ka sill në shtëpi lloj-lloj sëmundje. Nuk është se ai don që t'i sjell, por këto ka punë e vet, se edhe udhton me aeroplani ishte këtë javë për shembull, ka udhëtuar edhe me tren, kanë jashtë për restorante, flenë për hotele, kështu që është gjatë gjithë kohës me kontakt me gjëra që nuk e dim po I ka larë dikush, I ka pastruar mirë, si ishte ai që ka larë. Nuk është që do bëjmë kush e di çfarë sot, se Klajdi është pak më mirë, por nuk është se është mirë. Ka luftuar trupi vet këtë ditë, të marr veten e tani më tha që dihet I dobët edhe ka energji fare. Na iku ky weekendi kohë, them të vërtetën. Edhe unë me sorpresë weekendit që të bëjmë ndonjë gjë. Por, gjithmonë kur unë I pres këtë gjërat nuk fusën programe që haha, shëndeti nuk pyet. Dhe meqense sot do rim në shtëpi, një punë ka për ta bërë buri. Në këtë jetë qet do rish vetëm kur të mbyllësh sy. Do të çmontoj divanin. Po, atë që kemi ble para jave. 2, them 3 thuajse. S'ka kaluar as muajin. Ja. Nuk më thatë si ju duket Klajdi me mustaqe, më duket asnjëri se komentovi. Më duket nuk e morët seriozisht që Klajdi po kalon fazën e mustaqeve. Don të bëhet burr me mustaqe. Burri që është burr ka mustaqe. Unë nuk kam vendosur akoma, I ka nda like-it, sepse ka atë stilin vintage, është ndryshe. S'jam shumë e sigurt po I shkon, por duhet edhe pak të na shkurani mendimet tuaja. Sa nuk më shkon. Na shkurani pak, I shkon? Mustaqe ka burrit. Do të bësh baba gjyshi. Jo, baba gjyshi ka mjekër. Do bën si Zorro. Jam realisht munduar shumë këto ditë. Edhe do I munduar. Ti risa më larg Klajdit, nuk flejm bashkë, nuk do flejm bashkë. I thash po deshte të vinte këtu, nuk deshte të ri te divani në sallon, kështu që ja lash atë pjesën. Jam munduar të disinfektoj çdo lloj gjëje të mundshme në shtëpi, ku prekte dyert, çelsat e dritave. Jetojmë në të njëjtën shtëpi, po e kam marr. Crossing fingers që unë nuk do e ha. Edhe do jem mirë edhe I shëndetshme, sepse jam realisht lodhur shumë. Vit me sa herë jam smur. Më duket që do bëhemi kanal smundjesh për pak kohë. Imuniteti në zero si vjen. Unë kam frikë që duhet të shkoj te Lidli të marr ashtu. Diçka që të mbulojnë gjëra. Meqense ata më thanë që duan gjëra të paketuara, këto do futen te qeskat e plerave. So nuk kam si të paketoj tani pra. Edhe këto duhet të jenë veç. Shqyr kisha mbajtur kutinë e këtyrve. Duhet ta tërheqim disi, ta ngre. Okej, lere këtu një sekondë. Jo, do e kthem nga ana tjetër që t'ja heq këtë. Në ato. Ja. Avash, çugu. Lere të bëjmë të dy, lere, nuk ka shëret. Nika te Lidli të marrë edhe tjetër pelikola transparente që të mbështjell ato. E kthem, gjysmore kanë që kam ikur. As gjysmore. E ka çmontuar, koca grindet. Po ku ka burr me mustaqe që mos çmontoj një divan. Janë si të riktheni divan te Ikea. E vërtet. E parti njëri tjetër të bëj tutorial kështu. Sa shpejt u bë. Na. Lumturohet robi se ti ne ban punë kotën në shtëpi. Lumturojmë se do vi një divan më I bukur, që do I shkoj shumë dhomës. E pe burr, kur nuk grindesh edhe bën punë sa mirë të shtyhet. Punojmë të dy bashk me kolaboracione. Nuk të ka hyrë as temperatura, as gripi, as virus. Super, bravo, good job. Çdo gjë e paketuar beautiful. Thjesht kjo pelikola që I kam bërë rap është pak delikate. Do I them atyre kur të vinë ta kapën me delikatesë, e shpresoj crossing fingers që do I bëj. Plus, kur I hapa valixhen burit, që t'i nxirr një rrobat e palara, t'i vend të lajn, t'i vend të gjitha gjërat në rregull, gjeta brenda Jessica Venki çokolateri edhe akulloreri. Më tha që ja dha dhurat reprezentanti I Sicilis. Janë këto të dyja, kanë edhe këtë pjesën këtu e cila vjet të çelsat, Kristmasi. Supozoj që e kuqja është për mua.
Ja, një panetonke. Çfarë ta vesh te pema 20 ditë një panetone? Ja, Gjunaf. E kam parë që edhe në Shqipëri kanë erdhur panetonet edhe njerëzit i blejnë edhe i hajnë edhe i përdorën, por si tradit më duket nga Italia ka filluar panetone edhe Pandoro. Edhe për Pashkët keni Kolomba, çfarë quhet ajo. Neve kishim marrë një panetone shumë të mirë nga fura artigianale tani që kishte erdhur mami e babi, edhe kemi porositur edhe 2 të tjera që ti marrëm në datën 19 më duket, diçka të këtij. Ajo që morëm kur erdhën prindrit u mbarua, ishte 1 kile më duket. Arriti edhe dhurata e 2 të Klajdit. E bëra paketimin, look at this beauty. Ore do e them përsëri unë, shumë po më pëlqen paketimet e mia këtë vit. E vuri re të parë. Me sa duket në përgjithësi vere gjërat, po nuk thot gjë. Sepse ishte i smur me temperaturën ma bënte, çfarë është ajo pagu po shpema? Se dhurat, për kë? Po leri tani, për kë? Për ty. Çfarë më more? Thash, nuk e besoj dot që e vure re. Më tha po vura re dhe ato pemat, ato prej letre që u tregova nga Shini, edhe qeri un pemë të kuqe. Thash, ore çfarë po ndodh? Atëherë në vere, po s'fletesh, mësua. Thot, diçka e re prapë në shtëpi. Kështu që do i vede këtë po shpema, se barabartë e pa e tjetrën, edhe nuk do mundet i hap kaq. Jo, nuk do e hapësh. Ç'ash? Jo, nuk do e hapësh, do ri pa shpemës. Jo, nuk do e mbash herë, nuk do e prekësh. Azja, ja, i ke këtu. Dhe sa të bukura që duken. Duket ç'ash form libri. Po nuk ta them pra. Po si e bëre atë gjën që e pe dhuratën e parë? Unë isha e sigurt t'ia thashë njerëzve në kamera që jam e sigurt që nuk do e shohësh. Gru, dëgjoj. Burri, ç'ash bukur. E bën të ndjet gruaja më e mençur. Në të vërtetë nuk ka ashtu. Ke parë shumë filma, edhe ke mësuar gjërat që thonë për filma edhe i citon edhe ti tani. Ka marrë edhe mustaqe tani, të bën më legjendar. Po! Do ndroj pak çarçafet, se edhe i ka erdhur ora të ndrohen, por edhe gjëja e parë që më neverit kur sëmuremi janë çarçafet. Ma shpifën pastaj ndiem sikur sëmundja transportohet nga trupi im te çarçafet. Klajdi nuk ka fjetur në krevat si ju thash, ka hyrë në dhomë 2 herë, që kur është kthyer. Po barabart unë duhet i ndroj këto tani. O kërka leci mami, ka zënë gjumë, ka oqe, nuk po ma tunda as bishtin, do me thënë që po jap shumë bezdi. Ajo që unë kisha në program të bëj sot, ishte një supë me pule dhe me oriz, sepse kjo më nxerr pulën, ka këtu e 2 ditë që është kthyer Klajdi që t'ja bëj. Por, duke qenë që kur erdhi, nuk mundesh të handet se ishte me të vjella, nuk e bëra, thashë të bëj sot se nuk ka me ku të shkoj ajo pula, do prishe. Desha të bëj një si tip njalt me gjëra të mira brenda për sistemin imunitar, besoj të bëjmë të pak më vonë. E të bëj një dush edhe në përgjithësi kaq, të relaksohemi në shtëpi edhe pse është diell, sepse dua ta marr veten totalisht Klajdi. Këtë javë prap do ik në punë, prap ikën larg ikën në Napoli, kështu që duhet të jetë mirë. Por Klajdi u lajm, tha do dalëm. E thashë burdalëm nesër, merre veten sot. E më tha, jo, dua të dali, jam 2 ditë në shtëpi, po të shmendem. Shikoni sa bukur vesh? Edhe këtë bluzkën që morëm në të përdorurat javën e kaluar. Të mustaqe ti kanë dhënë një tjetër esencë. Edhe të dalëm, se ku po shkojmë, nuk e di. Do shkojmë. Tim, ku di unë çaj ngrohtë, çokoladë ngrohtë. Se duhet se s'ban të kemi një objektiv. Për çfarë po dalë? Kam shumë pucë të bukura, do desha të vesh taka tani. Por më dhemb, nervi edhe më ka kapur deri te këmba. Ato ilaçet me kortizon, në vend që të më bëjnë mirë, ndjem sikur po më dhemb më shumë, më tepër nervi tani që po i marr, se sa që parë që nuk i mirëja. Nuk e di si ka mundësi kjo gjë. Do desha të bëjmë një xhiro nëpër qytet, por tani si po shikoni arriti darka edhe ka dalë ftohtë i madh. Po të kishim dalë në mëngjes, kishte diell dhe ishte pak më e beshme si gjë. Kam dëgjuar një këngë që nuk po e kuptoj pa është ruse o polake o diçka e tyrve, më shfiksuar në tru. Shumë më pëlqevi, një këngë tradicionale vjetër duket. E përdorën në dasma. Është Gjergjane. Edhe po dole dihet që do shohësh diçka do të pëlqej dhe ysh do provoj. Po provoj pantallona. Nuk duken mirë, por e dini çfarë, po më pëlqejnë. Më pëlqejnë në përgjithësi dhe këto janë për burak. Edhe ky modeli këtu, po Klajdi më tha mos ja marr, se nuk i vesh. Tani nuk e di po i thot që mos harxoj leka, po vërtet nuk do i vesh. Palltoja ime thriftit, po është palltoja ime preferuar like ever kjo. Ever. Kisha parë këtë fustanin që kam të veshur në TikTok. Edhe gjeta tani edhe këtu. Unë mendoj që më shkon tepër. Le të bëjmë sikur nuk i shohëm çorape, ta imagjinoj me taka. Mendoj që thret emrin tim ky si fustan. Angela. Shumë i shtret për ty, Angela. Edhe ky është kurisi, është yll, jam e dashuruar. Por puna është që hajde edhe e more. Okej, e more, fut aty
në dollap, aty do ngelet, se nuk kam ku të shkoj ta vesh. Të kisha ku ta vesh, okej, ta merja, po s'ka kuptim. Po thuaj pak, nuk më shkon tepër. Yes. Qa note më ve? 10. Jo, 11. Gjete edhe këte që nuk desha të ble fustane, por e gjeta në ullje këte. Edhe dini qarë. Edhe kjo po më pëlqen, në përgjithësi mendoj që edhe verefkat më shkojnë mjaft shumë. E mendoj që këto fustanet që janë kaq të mbyllura duan flok të kapura. Edhe unë nuk i kap asnjëherë flokët. Por ama ka shumë drejtshim të mirë. E dini çfarë erdha te Footlocker edhe gjeta këpucë të shpifura me ulje. Edhe janë të preferuarat e mia këpucët e shpifura. Sot që dolëm kot, pa lidhje. Nuk e kisha fare në plan të dal. Sot bleva. Kur dal me mendjen që do ble, nuk ble asgjë. Kur dal kështu kot, vetëm atëherë ngjej gjëra. Është absurde. Më ndodh çdo herë, puntualisht e njëjta situatë. Si mi tunda të bistkën mua cukuti, duke bërë kontroll. Nuk e di njerëz tani. Bajra mirë sot, po e lash dorën, e lash veten, edhe ky ishte përfundimi që do ju tregoj. Në Stradivarius, po kërkoj pantallona kafe këtu edhe pak kohë. Është një pal pantallona kafe të thjeshta, sepse kam shumë bluza ngjyrë beige, më neutrale, më të tokës, edhe desha një pal kështu pantallona kafe. Gjeta këto që kanë edhe disa si viza, edhe ka këtë mbyllin kështu si të shtrembër para, kjo si pantallon. Më rinte shumë bukur në trup. Kushtonte 26 euro kjo. Mora edhe një fund kafë. Ka edhe sorç brenda, kështu që ndihem edhe më e sigurt me këtë lloj forme robash. Për këtë nuk jam e sigurt po më rinte mirë apo jo. 23 euro kjo. Kjo për shembull më duket e shtrenjtë, se të paguaj 26 pantallona, 23 këtë, më duket shumë e shtrenjtë. Te Zara, nuk e di po bera mirë që e lash atë fustanin e zi, apo duhet ta kisha marr, kushtonte 60 euro ai fustan. Por mora këto te Zara, një pal pantallona të tjera, po kaloj fazën e pantallonave, këtu e një vit të paktën, se duhet të kem vetëm pantallona që më rinë shumë bukur në trup te dollapi ime, shumica më rinë të mëdhaja nga ato. Kam i rinë më bukur Eleanës, domethënë i vesh unë e kur shoh që i vesh Eleana them, "Okej, janë për trupin e Eleanës pantallona, nuk janë aq për timin." Mora këto, janë kjo ngjyra burgundi, brapa kanë edhe këto detajet gold të kopsave, edhe është një pantallon i thjesht elegante, por që më rinte shumë bukur në trup, edhe kjo prandaj e zgjodha. Po te Zara gjeti Clyde këto me ulje 25 euro më duket, 26. Janë pantallona edhe këto kafe ngjyrë çokoladë. Janë kështu, ky lloj materiali, stofe më duket quhet, nuk jam edhe shumë e sigurt. Por edhe këto i rinin bukur, thjesht duhet të shkojmë të shkurtojmë, se neve në përgjithësi pantallonat i shkurtojmë. Kisha vajtur unë javën e kaluar, më duket e patë të video që po provoja këpucë. Ju kisha vënë një story që të zgjidhni në mes një pal New Balance edhe një pal Puma. Edhe shumica zgjodhët New Balance. Edhe vajta sot që mos i miri ato New Balance, se online nuk po i gjej ato. Edhe ishim 100 euro nga 130 që kushton puca klasike 530-ja. E thash okej, hajde do i marr, sepse më ngelen fiksim, më ngelen në tru ato këpucë. Shkoj unë aty nuk i kishte. Thaja nuk i gjen, më janë sold out. Edhe me sa kuptova në përgjithësi janë vështirë të gjenden ato lloj atlete, po kur vajta unë aty që provova i gjeta në momentin nuk e dija këtë informacion, për ndryshe do i kisha marr. Mendoja që okej, mund të vijë një javë tjetër e do i gjej barabart. Por jo, kështu që hodha një si te Puma që i kisha provuar ato më pëlqenin. Edhe nga 130 euro që kushtonin edhe javën e kaluar me Black Friday më duket i kishim marrë 20% ulje. Nga 130 20% sa do jenë? 30 euro, 100 do i mirje, diçka të këtillë supozo. I gjeta me 60 euro. E thash okej, mbase tani është momenti mirë ti marr. E thash nga fustani që do vesh një herë, në një palë pucë që do i vesh pak më shpesh, është më mirë ta jap 60 aty. Është një pucë partikolar. Mundem të kuptoj që shumicës të njerëzve nuk do i pëlqejnë. Sa Gucci duket kështu. Dukesh Gucci kështu. Si për mua syzet e mia. Sa Gucci duket kështu. Më pëlqejnë në gjëra që shumicës të njerëzve nuk i pëlqejnë. E kam patur këtë gjë që e vogël në përgjithësi. Mora këto që janë me efekt lope. I adhuroj. Kishte edhe Puma me të bardhë të zezë që kishin efektin e zebrës, edhe ato i dua. Kto janë me lesh po ta shikoni nga afër, janë kështu si me lesh. Ah, po, këto nuk më duheshin fare. Puna është unë syzet e mia këto që kam, që në përgjithësi ju pëlqejnë. I kam këtu tani më duket bëjmë 6 vjet. Por janë syzet që mua më shkojnë tepër me karakteristikat e fytyrës time. Më kanë dhënë shumë mirë dhe nuk ishin të shtrenjta, ishin diku te 80-90 euro. Po nuk ishin 200 ca për shembull si markat. Kjo është një markë si Sensaja quhet. I kam rikërkuar këtë modelin e nuk ekziston më, por duke qenë që e kam përdorur kaq vjet edhe marr me veten në plazh, ku brenda te pjesa metalike ka filluar të bëhet si jeshile, i është gërvishtur fare xhami. Edhe jam në kërkim të një pal syzeve dielli të reja në përgjithësi. Edhe pas një dyqan e thash hajt shkoj brenda të kontrolloj pak çfarë modele ka. Nuk gjeta asnjë model që të më pëlqente faktikisht, dua të marr një pal syze të mira, por nuk gjeta asgjë që të më pëlqente. Edhe atje kanë këtë markën Christian Leroy
shikova eyewear që i shesin me 20 euro. Edhe pash këto, edhe sikur më pëlqeva. Më thoni pak edhe juve si ju duken. Bëra mirë që mora, tani kjo ishte blerja më kot që bëra më impulsive. Nëse shumica do thoni që këpucët ishin blerja më kot, ato mua më pëlqejnë, për këto mirë bëra. Mua më pëlqejnë. Mirë bëre. Edhe kjo si ngjyrë, nuk e kisha këtë ngjyrën kështu si beige kafe, më shkon me outfitin, edhe me këpucët që bleva. Mos më gjykoni për këpucët, po ju them mos më gjykoni me lini tikës. Na na na. Qaja ato lop që ke veshat si këpuc. Ora ka vajtur në 9:30, super nuk do e bëj. Sepse duhet edhe tulem të editoj këtë video. O ne, kush është halli? Advent ka kalendar time me PlayStationin e burit mbrapa, unë ulem këtu te pema për Christmas vibe, por kur është buri në shtëpi kemi edhe football vibes. E filloj me këtë të Pixit, se duke qenë që një ditë e humbëm, sot i bie ta hapëm. Numrin 4 është një gjë e stërgjat, mund të jetë një lip product. S'po e hap dot unë këtë. Ka rritur një produkt nga dita numër 1 më duket. Ti ishin ato iPatches ose nga një ditë tjetër, se ka edhe iPatches të tjera këtu brenda pa dashje. Nuk do duhesh të ishin këtu, sepse numra 4 ka brenda Clear Brow Gel për vetullat, që ti ngrejm lart. Është ky gjeli këtu transparent, më duhesh një këtij. Po më mbaronte ajo që kisha, kështu që perfekte kjo si produkt. I think I'll say it again. Dhe kalojmë tek advent kalendar i Douglas, se do hapëm 2 edhe për dje që nuk filmova, sepse edhe kur nuk filmoj dhurat ka këtu është stata. Ka këtë kremin e trupit nga Sol de Janeiro, Brazilian Bam Bam Cream, Bine Air fantastike. Dua ta marr edhe për masën e madhe të kësaj se më ka pëlqyer tepër. Dhe Remos, hapa një gabim. Jo. Yves Rocher Lift Pro Collagen Anti-Wrinkle Day Puff Eye Care. Është një krem për syt me sa kuptoj. Këtë markën Yves Rocher nuk e se e kam para përdorur në jetën time. Packaging e ngjyra janë shumë të bukura. Edhe diku këtu besoj që do ju le, edhe neve do shifemi nesër. Shpresoj, uroj, i lutem Zoti të shifemi, sepse po nuk u pam do me thënë që jam zgjuar i sëmur. Më dërgoni të gjithë energjinë tuaj pozitive, ju lutem. I really need it right now. Do shifemi nesër.